Landi, miku i ngushtë i Mirit dhe njëkohësisht antar i grupit të njohur muzikor West Side Family, ka reaguar ashpër në rrjetet sociale. Reagimi i tij vjen pas komenteve të shumta që kanë pushtuar rrjetin lidhur me situatat mes Mirit dhe Selin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Në rrjetet sociale, një pjesë e madhe e ndjekësve kanë shprehur pakënaqësi dhe kanë bërë gjykime të forta mbi sjelljen e Mirit ndaj Selin. Përballë kësaj vale reagimesh, Landi ka zgjedhur të shprehet në një mesazh në një mënyrë simbolike dhe reflektuese, pa përmendur drejt për drejt asnjë emër apo situatë konkrete. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka publikuar një fragment nga Bibla, konkretisht nga Ungjilli sipas Gjonit, pjesa e njohur ku Jezusi shprehet: "Kush nga ju është pa mëkat, le të hedhë i pari gurin kundër saj." Ky postim është interpretuar nga ndjekësit si një mesazh i qartë kundër gjykimeve të nxitura dhe kritikave të ashpra që po qarkullojnë në rrjet.